huan me familjen Jashari, të cilët dolën dhe thanë që prej tyre me gjasa askush nuk është i gatshëm për të marrë postin e presidentit. Dhe mandej vazhduan betejat e brendshme politike, dhe mendoj që këtu asnjëra palë nuk ka lodhur me situash me letra të pastra. Se cila ka ndjekur qëllimet e veta, po në radhë parë përgjegjësia për këtë qorsokak në të cilin është futur Kosova i bjen partisë së parë, e cila ka përgjegjësi më të madhe për gjetur një zgjidhje, por këtu nuk po shoh edhe te opozita një ide të qartë. Për shembull, nuk kemi ende një kandidat që opozita do ta mbështeste. Opozita në total, se asnjë prej partive veç nuk i ka firmat për të prezantuar një emër. Pikërisht, po ata do të mundose të bëheshin bashku, se të partitë e veçanta të propozonin një kandidat i cili ndoshta do të ishte më i mirë se kandidati i lëvizjes vetëvendosje, të cilin e ka propozuar lëvizja vetëvendosje sot. Është vështirë të parashikohet se çfarë do të ndodhë. Është një dramë politike që dëshmon papërgjegjësinë e gjithë klasës politike të Kosovës, një luks i tepruar për të shkaktuar kriza, ndoshta edhe një prapavija gjithë kësaj krize mund të jetë që askush nuk do të marrë përgjegjësi të madhe politike derisa zhvillimet gjeostrategjike janë mjaft të paqarta. Ka pasur spekulime që mund të ketë edhe presion amerikan për një marrëveshje me Serbinë. Po dhe mund të ketë edhe kalkulime të tilla që derisa Kosova është para zgjedhjeve, është në një situatë të paqartë politike me një mandat të cunguar të qeverisë, askush nuk mund të marrë përgjegjësi për të hyrë në negociata të thella dhe për gjetur një zgjidhje me Serbinë. Po këto janë vetëm situacion supozime të mia, sepse nuk ka ndonjë informacion të saktë për këtë. Po në radhë parë, çfarë po shohim është që asnjë parti nuk është e gatshme të qaset këtij diskutimi pa paragjykime dhe të hapet gara edhe për personalitete. Nëse po kërkohet një personalitet ose dy personalitete të cilat janë konsensual, atëherë nuk mund të jetë konsensual vetëm një kandidat që propozon opozita ose pushteti. Do thonë, ideja do të ishte ndoshta që të mblidhen gjitha partitë politike dhe cilat të propozoj kandidatin e vetë, të japet një listë, pastaj duke ngushtuar listën të afrohen partitë politike rreth një emri. Kështu që sepse kështu zhvillohen bisedimet e negociatat. Për shembull edhe këtu te ne kur ka patur një listë me propozime për emrat për president është ngushtuar derisa kanë arritur tek emri në finale. Por shikon që ka më shumë interes për të mos patur president dhe për të shkuar në zgjedhjet parakoshme, zoti Robelli, me këto lëvizje të paktën, apo jo? Duket si opcion i mundshëm, duket sepse si gjithmonë zgjedhja e presidentit në Kosovë është një bombë atomike, po dyshtoj 3 herë, hidhet në ajër parlamenti edhe vendi shkon në zgjedhje. Nëse ndodh kjo, e kam shkruar edhe më herët dhe po e them edhe këtu që është sërish një fyrje jashtëzakonisht e madhe ndaj qytetarëve të Kosovës, sepse faktikisht po keqpërdoret demokracia për të bllokuar jetën politike në Kosovë. Dhe bllokimi i jetës politike në Kosovë është skandaloz që një vit, në Kosova që nga zgjedhjet e parafundit të 9 shkurtit ka humbur një vit me lojra politike, me garë në parlament për zgjedhjen e kryetarit ose të kryetares së parlamentit, me polarizim të skajshëm politik, me akuza të llahtarshme ndaj njëri tjetrit, dhe në fund vendi shkoi në zgjedhje të reja, u doli një shumicë parlamentare, po as kjo nuk po mjafton për ta qetësuar gjendjen politike në Kosovë. Mendoj që kjo tallje me qytetarët e Kosovës duhet ta ketë një limit dhe unë mendoj që shumë njerëz kjo do t'i irritoj edhe më shumë se që ka irrituar në të kaluarën dhe nëse partitë do të marrin edhe një faturë të cilën e meritojnë nëse ndodh në rastin me të keq që të shkohet prapë në zgjedhje.
Ju më përmendët në fillim, u përmendën emrat nga familja e Adem Jasharit. Murat Jashari ishte ai që deklaroi publikisht që nuk do të pranonte të kandidonte si president. Gjatë orëve të fundit u përmend edhe djali u Kshinotit, është Andin Hoti që aktualisht është ministër në qeverinë e Albin Kurtit, dikur tek PDK-ja dhe sot tek vetëvendosja, me një skenar që nëse ai do të ishte një emër mund të merrte edhe votat e Partisë Demokratike të Kosovës, por tashmë jemi tek emri i Glauk Konjufcës. Mendoni që Vjosa Osmanit i është mbyllur përfundimisht dera për të qenë si kandidate, zoti Robelli? Sa po shihet po, nuk di nëse mundon do një çudi, ndonjë papritur e madhe, por sa diun rrugët politike mes vetëvendosjes ose koalicionit qeveritar dhe presidentit Osmani pak a shumë janë të, ose duket se janë të ndara. Kështu që është vështirë të parashikohet, sepse fundja edhe sikur lëvizja vetëvendosje ta kandidon të zonjën Osmani nga partitë opozitare nuk ka pasur shumë shenja se ato e mbështesin një kandidaturë të saj, ose s'paku nuk kanë deklaruar publikisht se e mbështesin, sepse edhe kjo ka qenë pjesë e lojrave të tyre politike, një kohë kanë thënë që fare nuk e mbështesin.